njëjta gjë vlen edhe për tatimet. Si gjetje e kontrollit lartë shtetit, por ajo që vjen në evidencë ka të bëjë me borxhin, sepse do të kemi një ligj pas disa ditësh këtu e që do ta diskutojmë. Kontrolli lartë i shtetit sjell në vëmendje faktin që borxhi i akumuluar po rritet shumë më shpejt se sa masa e arkëtimit të këtij borxhi në harkun e një viti. Dhe ky është një shqetësim shumë i madh. Por ama më i madh bëhet shqetësimi kur inspektorët e organeve tatimore dalin jashtë sistemit të elektronik të inspektimit. Fikin kamerat, fikin GPS-in, e kështu me radhë. Dhe kjo evidentohet shumë qartë në raportin e kontrollit lartë shtetit. Ky është një problem shumë i madh. Të përfundoj mendimin. Dhe organet fiskale, mbas se jam i vetmi që po flas për rendedijes. Dhe organet fiskale e kanë këtë qasje dhe e kanë këtë sjellje, që sillen egër, fort, shumë fort me të doptin dhe natyrisht mungojnë në kontrolle në dy drejtoritë më të rëndësishme, thuhet në raportin e kontrollit lartë shtetit. Edhe në drejtorinë e tatim paguesve të mëdhenj, edhe në drejtorinë e Tiranës. Dhe për t'ja u materializuar, nuk kam se si mos ta sillja në vëmendje pikërisht këtë akt konstatimi, apo gjobe. Vendosur në një biznes në Tiranë, në periferitë të saj, edhe doja t'ja u lexoja sepse me thënë drejtën ka bërë shumë përshtypje. Në momentin e kontrollit thuhet, u vërtetua se nuk lëshon faturë tatimore, autofaturim për mallin njomës, gjiz, më shqip, me çmim 229 lek për njësi, në sasin 15.82 kg. Dhe gjoba është 820.000 lek të reja, ose 8.2 milion lek të vjetra, për 15 kile njomës apo gjiz. Ndërkohë që kontrolli në dy drejtoritë më të rëndësishme të tatimeve mungon.